Kepi i redonit. Ora është gati 7. Jemi të njësë të kepi i redonit edhe plani është sot me flajt atë më kërë. Që kjo është gjendja. Shihemi më vonë. Rezervimi ka vëllim për 2 persona. Dalisa e parë është e mrizi i zonave. Unë jam konë para disa vjetëve, patrikarë për herë të parë. Jo, gabim e ki. E konë edhe te? Më kom në punë. Dytë jena konë, tash më vim për herë të dytë. Spezzo. Con me mustacce, con i baffi. Është shumë pishe kjo. Rrugës për lokacionin e dytë. Jemi nisë të kepi i redonit. Këshere rrugën what the fuck. E vetë, apo mbrima jo. Kemi mbrit e kepi i redonit, hala s'pedi ma mundemi me hi me kërë me flejt. E mira që e kena tenda nëse jo, po qefi është në kërë, ta shojmë. Dim këtu e me flejt, me rëndësi barki fu, zuar. Ndim ku me flajt, e gjetëm kishën e që shkemrin? Shëndues. Ta shti përshkojmë të lokacioni tjetër. Shpresojmë që gjem një vend mirë ku mu dhe ndajt. Që kjo është gjendja e Kerrit. Do më thonë të konë me marrë një hotel si Zoj. Edhe kjo është gjendja prej anës tjetër. Krejt janë produkte që na duhan për me qëndru sonë të këtën. Glamping të kepi i redonit. Pas në me u ftofë sonte. Me pamjet mirë shka një bire ftoftë. Zuar për vidon e pamjet to. Kam mirë që vjeni në YouTube. Çdo vend ka edhe bunkera, po që po duket pak më i përshtatshëm për me hi mrenda. Jetën e dronave shahid që shumore. Kujdes për zosh. Kish ku një ndaj mirë, valla. Jemi sigur. Shanë kishtë ajo. Mama, mirë. Qëre. Dhe që lirë ma pak zjanë. Lirë këtu që ta shkretë. hake ato. Jo, bes ka nevoj. Jo. Del pak tem së disë, për më duke që normale. Oh, fuck. Darka me pamje fantastike na dështoj, se... Stufa? Stufa nuk po na bën. Men për hera tjera, mi marrë 2. Po kena rezerva, po jo. Kena qka me ongër tjetër. Kena qka me ongër tjetër, normal, kur jeme mu këto. Shtu e prin këta që kanë shpik. Shënë ta. Frances të kajt. Okej. Ta gonda. Pas avanturave drekës, shkon një birë. Interesant, portugaz, që gjithë kun pon për cilën. Gëzuar. Kush mjetim se. Ta shkart koha gjumit. Na e përfundum ditën. Natën e mirë. Mirëmëngjes. Shki flajt? Sa yje e ki dhomën. Oh, 5 yje. Ajo një komet në ka shumë i mirë herën e kalu me ka thonë është hotel me shumë jenë. Në ato kom për një me shumë e mirë, në do momente ka fry shumë, po ndështë pse është halja maj.
Fatri pendreq dhumen, unë po du me provu me këshyra po muj me bu kafe, me tentu edhe njerë plinin me dhejz. Urom një fat. Unë e te për i tut në agasit, qëtashti era po vjen, po të pak të nuk po del tim, tje del këtë tim prej pjesës shtu. Marrë qëtë produkt në gjirafa edhe te për përshtashme për camping, po me pa mundësi të flokës tashti, na po përgatisim oats. Veç shere po bom. Qka mundet mu përdorë si tigan, me bo oats, sup, noodles ose qka da. Qka më pëlqen është se e ka 2 pjata që mundesh mi përdorë, edhe se cila pjat e ka edhe lugën edhe pirunin e vetë. Qërë sa të bukra? Njami, njami. Kushtë që i kena asat në fakt shumë mira, ose nga të hongër veç të ftafta. Ka ndodhe me stuf. Stufa ka dështu, po me rëndësi që produktet e gjirovës nga kanë dojt mira edhe si nga të mbit pa mëngjes. Shtash është ora 9, këna hongër mëngjesin edhe po dalim me vrapu. Ciao! Edhe gjendja mbas vrapit. Au freskove? Pulpa të dhame! Mas vrapit. A kishte dalja ndim qoftë se ngel? Po, Okej. Prap sher vita. guacamole. Tashti po e luj me krem gjate. Boft mirë! Nëse ju ka pëlqy video, mos harroni me bo subscribe. Shihemi në videon tjetër. Ciao! Normal edhe s'harroni mi marrë mbeturinat me veti kur e përfundoni kampingun. Faleminderit. Ciao ciao!